Ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Fikrim Damka gjatë një vizite që i bëri sot Gjakovës ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet ministrisë që ai udhëheq dhe komunës, duke inspektuar nga afër investimet e realizuara në kuadër të fazës së parë të projektit për stacionin e autobusëve në Gjakovë. Sot jemi në vizitë në komunën e Gjakovës, në vend shohim investimit tonë, cilët e kemi kryer prej Ministrisë së Zhvillimit Rajonal bashkëpunim me komunën e Gjakovës, të stacioni autobusave e Gjakovës. Në vend e kemi pa për këtë vit që e kemi investu bashkë me komunën dhe kemi biseduar me kryetarin e komunës për vazhdimsi këtë projekte në fazën e dytë, çka do të jetë në investimet në këtë stacion autobusave. Besojmë se do të rregullohet edhe do të jetë një rregullim edhe projekti i mirë për komunën e Gjakovës dhe për qytetarët e Gjakovës. Ai gjithashtu konfirmoi se të gjitha obligimet për fazën e parë janë përmbushur dhe se tashmë po punohet drejt finalizimit të marrëveshjes për fazën e dytë të projektit. Për fazën e parë janë kryer gjitha obligimet edhe prej ministrisë tonë edhe prej komunës së Gjakovës. Tash jemi në fazën e dytë, besojmë se shumë shpejt do të në shkrim një memorandum bashkëpunimi me komunën, ku do të participojnë edhe komuna edhe Ministria e Zhvillimit Rajonal. Besojmë se me një shumën prej 300.000 euro na si Ministria e Zhvillimit Rajonal do të bashkëfinancojmë këtë fazën e dytë e projektit stacion autobusë në Gjakovë. Ndërkohë, drejtori i stacionit të autobusëve Agron Hoxha foli për rëndësinë e këtij investimi, duke përmendur se është hera e parë që ky objekt përfiton një ndërhyrje të tillë që nga ndërtimi i tij. E nevojshme ka qenë se është për herë të parë që 43 vite që është ndërtuar stacioni, kanë filluar faza e parë ka qenë më shumë në merr me izolimin e kulmit, edhe tash faza e dytë e mbulon gjitha ato që kanë rreth në fazën e parë. Kujtojmë se faza parë e renovimit të stacionit është realizuar me një kosto totale prej 150.000 euro, nga kjo shumë 120.000 euro janë ndarë nga Qeveria e Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, ndërsa 30.000 euro janë kontribuar nga komuna e Gjakovës.